Besoj që Ferizaj t'ju ka desht një investim i tillë për një hoteleri, duke marrë parasysh që këta kanë mungesë të këtij tipi lloji të biznesit. E pave pak a shumë ambientin e brendshëm, i pave mbas edhe kushtet edhe dhomat, 60 dhoma, njësi akomodimi, me gjithçka, domethënë kushtet si mungon këtij hoteli, është mbas së zgjedhjeve jote për shembull me kalu një vikend relax me fëmijët. Po, pa tjetër, unë kom ardhur, besoj që vikendin tjetër kom qenë me fëmijët këtu, edhe pse jo, Ferizaj njihet për sidomos këtë ambientin e restoraneve të shumta që i ka, të ushqimit, edhe mendoj që në Ferizaj nuk ka pas një meny të tillë siç e kanë këta. Nuk është meny tradicionale, me sa e di unë edhe kom provu normalisht, është ma shumë meny europiane, besoj që i përshtatet italianëve dhe të Zvicrës, dhe i dikon, ose francezëve. Natyrisht që unë kom ardhur me fëmijë dhe kom kalu vikende, her pas here si që kalojë në për disa pjesë të qyteteve të ndryshme të Kosovës. Por magjia nuk mbaron me akomodimin sepse Central Hotel dhe restoranti Elite bën bashkë për të sjellë një oazë të vërtet të shijes. Me një verari fantastike dhe një super interier, menuja pasur vjen nga një traditë gjatë kulinarie, ku shijet e paharrueshme të bëjnë të qëndrosh më gjatë e të darkosh më mirë. Ferizaj ka mungu faktikisht një hotel i llojit tillë, po mendoj që i ka mungu dhe Kosovës. Kjo është aset jashtëzakonshëm edhe për Ferizajin e për Kosovën përgjithësi. Ideja ka qenë domethënë nga familja ose investitorët e këtij hotelit, faktikisht familjarët kanë nisë këtë iniciativë, një familja bekteshi nga Ferizaj, ata janë afares shumë të njohur në Zvicër, ata kanë këtë llojin e gastronomisë, ata e zhvillojnë një kohë gjatë në Zvicër, pastaj dëshira e tyre e madhe ka qenë që në vendin e tyre të bëjnë diçka të mirë, që të ndihmojnë edhe komunës dhe të ndihmojnë edhe Kosovës në farë aspekte, sepse me këtë aset, me këtë hotel, ata i ndihmojnë jo vetëm komunës, jo vetëm popullatës, por edhe ndihmojnë edhe gjithëve. Kështu që hoteli jonë, domethënë si hotel central, Ferizaj, siç e keni vënë edhe ju vet, ka një komoditet, një hapësinë të madhe, ka një mirëpritje të jashtëzakonshme.